Në një artikull para 4 ditëve të gazetës Pamflet, thuaj për një grua në Greqi e cila ka divorcuar burrin e saj për shkak të interpretimit të filxhanit nga ChatGPT. Gruaja me të qeshur i ka kërkuar burrit që pasi kanë pirë kafen, t'i bënte një foto filxhanit dhe sta e ka futur në ChatGPT për të interpretuar. Dhe sipas ChatGPT-s ka zbuluar që burri e tradhtonte dhe për këtë arsye gruaja ka vendosur që ta divorcojë dhe ka dorëzuar në gjykat një kërkesë për divorc. Burri nuk e ka kuptuar si ka ndodhur kjo gjë, kishin 12 vite martuar. Është një histori për të qeshur, por për fat të keq është duke ndodhur që shumë njerëz janë duke praktikuar parashikimin e fatit në ChatGPT. ChatGPT nuk është një fallxor, nuk e njeh të ardhmen, nuk është një frym, nuk është Zot. Ai është një mjet ose një program inteligjencës artificiale që është trajnuar në shumë fusha të njohurisë të shkencës. Gjithashtu është trajnuar edhe mbi fushën e astrologjisë, parashikimit, letrave tarot edhe praktikave të tjera që kanë të bëjnë me parashikimin e të ardhmes ose interpretimin e shenjave, ëndrave dhe të tjerë. Megjithatë, siç thash, nuk është i gjedishëm, nuk është fallxor, nuk e ka iden, nuk e din për jetën tënde. Vetëm Zoti e di jetën tonë dhe nëse Zoti nuk na e ka treguar, ka zgjedhur të mos na tregojë të ardhmen, mendoni pak, pse e ka bërë? Ndoshta sepse ne nuk kemi nevojë. Mjafton të dim që ai është një Zot i mirë edhe ka plane të së mirës për ne. Prandaj është e rëndësishme që ne ta njohim atë. Përpost kësaj, nëse ke interes të dish më shumë, te ligji për të rirë në Bibël është rreptësisht e ndaluar çdo lloj praktike, shortarie, magjie, interpretim ëndrash ose shenjash apo praktika të tjera në thonjza fatngjellëse, sepse asnjë gjë tjetër nuk ka fuqi përveç Perëndis mbi jetën e një njeriu dhe çdo gjë tjetër që bëjmë ne është kot të mendosh që sheqeri të ketë fuqi për të na sjellë mbarësi duke hedhur atë përpara një provimi ose përpara dasmës ose përpara diçka tjetër. Mendo çfarë lloj mundësie është, ose një objekt, le të themi një gur që ne e marrim në një vend që është të çmuar, është thjesht një gur, është thjesht një objekt, është thjesht një sen, dhe ne t'i atashojmë veçuritë që i ka vetëm Perëndia. Për këtë arsye, mos i praktikoni këto gjëra, se jo vetëm që nuk sjellin asgjë të mirë, në fakt sjellin drejt teje gjykimin hynor. Ju si mendoni? Komentoni më poshtë. Zoti ju bekoft.